Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi akuzoi qeverinë se po rrezikon zbatimin e marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke pretenduar se janë shkelur procedurat kushtetuese për ratifikimin dhe hyrjen në fuqi të saj. Në një deklaratë për mediat, Bardhi tha se marrëveshja është shkelur fillimisht gjatë seancës plenare, ku sipas tij nuk është respektuar fakti një avori parashikuar për shqyrtimin e saj, ndërsa tani po shkelet dhe detyrimi kushtetues për botimin në fletoren zyrtare. Qeveria e Shqipërisë po vën në rrezik zbatimin e marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo një herë, por dy herë, në mënyrë flagrante. Të dy detyrimet që përcakton kushtetuta për një marrëveshje të tillë ndërkombëtare po shkelen. Në seancën e djeshme plenare u shkel çdo procedurë kushtetuese për ratifikimin nga Parlamenti të një marrëveshje të tillë. Tani me mbajtjen sekret të saj, po shkelet edhe kushti i patjetërsueshëm i botimit në fletoren zyrtare. Është pa aftësi për të shkruar si duhet një marrëveshje që të përmbush kërkesat kushtetuese apo diçka tjetër, këtë nuk mund ta them sot. Ajo që mund të them me siguri është se ka një keq informim të madh lidhur me pretendimin se marrëveshja në fushën e mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ratifikuar në mënyrë antikushtetuese që nga sekrete. Do t'ju shpjegoj me pak fjalë pse ky pretendim bie ndesh me parimet kushtetuese. Sipas Kushtetutës Republikës Shqipërisë, asnjë marrëveshje ndërkombëtare që ratifikohet me ligj nuk mund të mbetet sekret. Pas ratifikimit, marrëveshja duhet të botohet e plot në fletoren zyrtare. Vetëm pas botimin ajo bëhet pjesë e sistemit të brendshëm juridik dhe mund prodhojë efekte ligjore. Në të kundërt, ajo nuk hyn dot në fuqi. Kushtetuta, konkretisht neni 122.1 e saj, përcakton qartë se çdo marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar përbën pjesë të sistemit brendshëm juridik pasi botohet në fletoren zyrtare të Republikës Shqipërisë. Kjo do të thotë se botimi nuk është një formalitet, por një kusht kushtetues për hyrjen në fuqi dhe zbatimin e marrëveshjes. Pa këtë procedurë, marrëveshja nuk mund prodhojë pasoja juridike për Republikën e Shqipërisë. Prandaj lind një pyetje legjitime. Kë po përpiqen të mashtrojnë? Deputetët, qytetarët shqiptar apo partnerin ton strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ajo që është e padiskutueshme në këtë moment është se marrëveshja duhet të botohet e plot në fletoren zyrtare për të fituar fuqi ligjore në përputhje me kërkesat kushtetuese.